Gjyshja na ka ngelur në shtrat dhe të shtëpis po bën plan që kur të vdesi me e varros direkt dhe vetëm me qefina, thot mami. Kurse babi thot do ta varrosi me arkivol, i kam thënë babit më e mirë është që dhe me aq dia sa kam unë, por babi e ka problem nga ajo që nuk ka shumë informacion dhe ka frikë se mos i bëjnë ndonjë magji tek arkivoli, sepse arkivoli do ta çon deri tek varrezat dhe funerali nuk e kthen mrapsh. Okej, Perla, gjo përgjigjen këtu. E paskën me ju. Për sa i përket arkivolit, më e mira është që njeriu të varroset dhe me qefina. A lejohet me arkivol? Lejohet, situata të caktuar, rrethana të caktuar, nuk ka problem. Pra nuk është ndonjë gurgule e madhe varrosja me arkivol. Më e mirë është me qefin, me shpinë tokur, i thonë. Mirë. Po mirë, nëse e varrosim me arkivol, kemi bo shkelje fetare, haram, gjuna, bidat? Jo, mbaroj, e para. E dyta, çfarë të bëjmë me arkivolin nëse çojmë arkivol deri te varri? Thyhet arkivoli jashtë varrit dhe vendoset mbi pllakat e betonit ose mbi pllakat e derrasës. Pra jashtë thyhet arkivoli, me që Perla nuk e merr kamrapsh. Me që Perla nuk e merr kamrapsh arkivolin, atëherë thyhet arkivoli jashtë varrit dhe vendoset ose mbi pllakat e betonit ose mbi pllakat e derrasës. Edhe mbulohet me dhe, me që pas ka frikë babi se mos bëjmë magji.